Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit Arban Sheo prezantoi raportin vjetor në mbledhjen e përbashkët të Komisionit për Nismat Qytetare dhe Komisionit të Ekonomisë. Ai ka listuar një sër shkeljesh të kryera nga institucionet publike, duke u ndalur veçanërisht tek shkeljet në sektorin e shëndetësisë. Gjatë vitit 2024, Kontrolli i Lartë i Shtetit ka realizuar 159 auditime në të gjitha nivelet e qeverisjes, në qeverisinë qendrore, pushtetin vendor, institucionet e pavarura dhe në ndërmarrjet shtetërore. Sipas llojit të auditimeve janë kryer 45 auditime financiar, 43 auditime për putshmërie, 35 auditime të kombinuara, 15 auditime performance, 8 auditime të teknologjisë së informacionit dhe 13 auditime mbi zbatimin e rekomandimeve të dhëna nga institucioni. Ndërkohë, nga ana tjetër, deputeti i Partisë Socialiste Erion Braçe ka propozuar një auditim 10 vjeçar të kontratave koncesionare në shëndetësi, check-up dhe sterilizim. Braçe tha se duhet një verifikim nisur nga fakti se KLSH thotë se privati po merr para pa dhënë shërbimin. Po lexoj. Edhe në vitin 2023, kontrata koncesionare për ofrimin e hemodializës ka rezultuar me pagesa për shërbime të pakryera. Konkretisht, për 9.241 raste nën projekcion dhe 1.557 raste mbi projekcion në shumën 103 milion lekë. Do doja shumë që të kishin një auditim të plot të 10 viteve të këtyre kontratave, të treja kontratave. Nga dita e parë deri ditën e mbarimit të afatit të kësaj kontrate. Ndër të tjera, kreu i KLSH-s tha se institucionet qendrore vendore vijojnë me problemin e largimeve të padrejta nga puna të punonjësve. Për të gjitha shkeljet e identifikuara janë bërë 13 kallëzime penale.